Fillimi I muajit janar ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të urgjencave në spitalin e Lezhës. Shkak kryesor janë bërë viroz dhe stines, kryesisht sëmundjet respiratore të shoqëruara me kollë temperaturë të lartë që mjekët I konsiderojnë raste gripi. Sipas të dhënave nga spitali, vetëm brenda 24 orëve paraqiten mbi 80 pacientë me këto simptoma. Në drejtori I spitalit të Lezhës, Martin Marku, shpreh se situata është e menaxhueshme dhe stafi mjekësor është I përgatitur për përballimin e raste të tilla, të cilat përsëriten çdo vit gjatë kësaj periudhe. Po, atëherë mund të themi jo vetëm fillimi I janarit, por që nga fundi I dhjetorit është ndier një shtim I numrit të rasteve që paraqiten në urgjencë me temperaturë, dhimbje koke, me simptomat e gripit, ose simptomat të një viroze që nuk po themi që kryesisht gripi është si më thënë sëmundja e stinës, dimrit që nuk mund të them se ka një shtim të numrit të rasteve që të bëjnë në bund të madh kuptimin, por duket që ka tendencë për shtimin e numrit të rasteve me temperaturë domethënë me infeksione virale në këtë periudhë, nga fundi I dhjetorit dhe fillimi I janarit. Normalisht që ndryshimi I temperaturave ka ndikimin e vet në këtë situatë, por është edhe gjithmonë në periudhën e dimrit dihet se normalisht ka shtim në numrin të virozave të rrugës sipër respiratores kryesisht. Spitali është I përgatitur se spitali ka eksperiencën e gjitha viteve për situata të tjera. Në spitali I Lezhës aktualisht ka bërë rekonstruksionin, kështu që realisht është I përgatitur për prit të smurë me infeksione virale dhe probleme të tjera. Dhe është I furnizuar me medikamente që për t'u shërby pacientin sa më mirë. Në spitalin e Lezhës nuk ka se kemi pasur raste me froth. Me të prekur nga viroz dhe stines janë fëmijët të moshuarit, ndaj mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, shmangje të ambienteve të mbi populluara dhe ndjekje të këshilla mjekësore.